Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hani 3 kokra nga ky frut për 12 ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Në qoftë se filloni të hani 3 hurma arabie në ditë dhe ndiqni këtë trajtim për 12 ditë, do të shikoni ndryshime të mëdha në peshën tuaj trupore, si edhe në shëndetin e përgjithshëm. Gjëja e parë që duhet të dini është se hurmat arabe kanë përfitime të mëdha ushqyese. Nëse hani 3 të tilla në ditë, nuk do të keni nevojë për të marrë shumë vitamina dhe ushqime të tjera. Ky frut i mrekullueshëm përmban bakër, kalium, fibra, mangan, vitamin B6 dhe magnez. Hurmat arabe përmirësojnë tretjen e ushqimit. Nëse keni probleme me kapsllokun, ky frut mund t'ju vinë në ndihmë. Hurmat arabe janë të larta në fibra, duke reduktuar kështu rrezikun e sëmundjes së zorrës së trashë. Hurmat kanë shumë magnez dhe munden që të përdoren për lehtësimin e dhimbjeve. Studimet kanë treguar se magnezi i cili gjendet tek këto hurma mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit arterial, duke ulur rrezikun për sëmundjet e zemrës, si edhe një mori inflamacionesh të shkaktuara nga sëmundjet Alzheimer, artriti e të tjerë. Hurmat arabe ju ndihmojnë që të humbisni peshë shpejt dhe shëndetshëm. Është e rëndësishme të jeni të ndërgjegjshëm për sasinë e ushqimit që konsumoni, thotë Dr. Melina, specialiste të ushqyerit për CNN. Ajo sugjeron të kufizoni sasinë e frutave që konsumoni, duke vendosur një mas 3 fruta në ditë. Frutat e freskëta duhen konsumuar rreth 1 filxhan, ndërsa frutat e thata duhet të jenë rreth 1/4 e filxhanit. Ju mbas se nuk dini disa fakte për hurmat arabisë, përveç faktit se janë shumë të shijshme dhe kanë shumë vlera ushqyese. Ne këtu do t'ju tregojmë disa fakte për to dhe pse ja vlen që t'i konsumoni çdo ditë. Janë shumë ushqyese. Hurmat e arabisë janë shumë ushqyese dhe të pasura në mangan, magnez, fibra, vitamin B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabisë bën shumë mirë kundër kapsllokut, gazrave, fryrjen e barkut e të tjerë. Sasia e lartë e fibrave e garanton këtë, si dhe është përdorur për trajtimin e hemoroideve. Është një qetësues efektiv i dhimbjesh. Hurmat e arabisë përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur si përbërës anti-inflamator dhe si rezultat redukton rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve të zemrës. Gratë shtatzëna duhet të hanë hurma arabie. Është vërtetuar se hurmat arabisë janë shumë të përdorshme nga gratë gjatë shtatzanisë për ato që duan të humbasin peshë, si edhe gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar si edhe nga një studim shkencor që ka marrë në testim 69 gra, ku është parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë pasur një proces lindjeje me më pak dhimbje. Hurmat e arabisë janë tepër efektive edhe për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur hani hurma arabie, pasi ato përmbajnë magnez. Kaliumi gjithashtu ndihmon për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare, kështu që ato janë thelbësore për një shëndet të mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në revistën amerikane. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionimin e mirë të trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon që truri të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat e arabisë janë të pasura me këtë vitaminë që ndihmon edhe për të përmirësuar trurin tuaj.
memorien, funksionin njohës, përqendrimin dhe njëkohësisht fokusin. Hurmat e arabisë janë një ndër kurat më të lashta popullore të përdorura mijëra vjet më parë për të mbrojtur nga sëmundjet, për ta mbajtur organizmin të fortë dhe mendjen e mprehtë. Hurmat e arabisë kanë vlera të larta shëruese, por të kombinuara me qumshtin, ato përbëjnë një kurë të jashtëzakonshme. Këtu ne do t'ju njohim me një recetë fantastike dhe mirëbërëse për të gjithë trupin. Këtë kurë mund ta përgatisni dhe ta konsumoni çdo ditë duke përfituar maksimalisht vlera ushqyese dhe një organizëm të shëndetshëm gjithashtu. Përfitimet shëndetësore të kurrës me hurma arabie dhe qumësht. Hurmat e arabisë përmbajnë disa lloje sheqernash të cilat nuk kanë nevojë të treten pasi përthithen menjëherë nga gjaku dhe transferohen tek muskujt dhe truri, duke ndihmuar kështu ndërkohë në uljen e kolesterolit në gjak. Të kombinuara me qumësht, ato i japin trupit tuaj energji dhe njëkohësisht mirë funksionim të gjitha organeve të trupit. Studimet kanë treguar se në një gotë qumësht me hurma arabie, çdo ditë do t'i dhuroni trupit tuaj të gjitha vlerat ushqyese si hekur, fosfor, kalium, magnez, zink, vitaminë A, D dhe C, si edhe e mbron organizmin nga ushqimet e dëmshme apo të pashëndetshme. Kjo kurë ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme, sistemin nervor, veshkave, ndihmon konstipacionin, mbron kockat dhe parandalon dobësimin e tyre, forcon sistemin imunitar dhe ndihmon mëlçin që të pastrohet. Nga ana tjetër, juve do t'ju shërbejë për aneminë dhe zemrën. Sipas të dhënave, qumshti dhe hurmat e arabisë e ndihmojnë organizmin që të luftojë aneminë. Kjo kurë përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në zhbllokimin e arterieve duke mbrojtur zemrën. Hurmat e arabisë bashkë me qumshtin shndërrohen në një agent të fuqishëm kundër virozave, baktereve dhe infeksioneve të rënda dhe ndihmojnë në forcimin e muskujve dhe kyçeve, gjithashtu forcon shikimin dhe dëgjimin. Sipas të dhënave, konsumimi i qumshtit me hurma arabie përmirëson nivelin e shikimit duke forcuar në tërësi shëndetin e syve. Gjithashtu, kjo kurë ndihmon edhe në shëndetin e veshëve, forcon dëgjimin si edhe sistemin nervor në tërësi, redukton stresin dhe irritimet dhe dhuron qetësi shpirtërore dhe njëkohësisht mendore. Fal vlerave të larta ushqyese, qumshti me hurma arabie ndihmon edhe në forcimin e dhëmbëve gjithashtu. Përgatitja e kurrës me qumësht dhe hurma arabie. Pastroni me ujë të rrjedhshëm 7 hurma arabie. Largojeni bërthamën dhe pjesën e tulit, priteni më pas në 2 pjesë. Kalojeni në mikser dhe më pas shtoni një gotë me qumësht. Kalojeni në mikser sërish derisa masa të një trajtësohet. Më pas hidheni në një gotë dhe pijeni menjëherë. Mund ta pini çdo ditë herët në mëngjes, por edhe gjatë ditës apo në mbrëmje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, këshilloni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.